Ka që rëndësishme është. Sot, një adoleshent ka ndruar jetën në Elbasan sepse ka marrë për suicid fosfoksinën. E kam ngritur një qindesh, zoti ministër, dhe kur ju keni qenë ministër bujqësisë, që ai substancë kaq toksike, vdekje prushse, ndjellëse vetvrasjeve nga ana psikologjike, të hiqet nga farmakopeja bujqësore. Të ndalohet siç është bërë në shumicën e ndërmuesve të vendet botës, ku realisht hiqje është e hequr, o dhe atje ku përdoret në masa sigurie të plota dhe jo të shitet në për rrugë, në për kioska, duke ngjathur dëshirën, duke shtuar atë dëshirën për të vrasje të trinjve. Është krim, gjithmonë është krim. Unë e di që këtu ulen miliona, ka një element korruptiv të madh që e mban akoma fosfoksinën në farmakopenë bujqësore shqiptare, dhe është turp për ne kjo gjë, kur e paguajnë çdo vit me dhjetra të rinj dhe njerëz me jetën e tyre. A do a bëjmë të gjë? Unë mendoj se duhet ta bëjmë. Duhet dalim me vendim ky parlament. Unë e grita edhe gjatë buxhetit në komision të çështje që të hiqet fosfoksina, të shpallet e ndaluar, hiqet nga farmakopeja, asnjë gjë. Heshtje e plot nga të gjithë dikasterët dhe nga të gjitha institucionet shqiptare. Pra unë mendoj dhe kërkoj të sensibilizoj këtë parlament, këta deputet nderuar që janë këtu, që unë besoj se ndjejnë në mënyrë që të marrin një vendim të plot, ta zëvendësojmë të tjerë substanca që ka të tjera plot, jo të dëmshme, jo të tilla lëndëse, sepse është krijuar një lidhje psikologjike, jo vetëm në Shqipëri, kjo ka ndodhur në vende të tjera të botës, midis fosfoksinës dhe vetvrasjes. Dhe ai që e merr, ta dini mirë këtë gjë, nuk ka kthim mbrapa. Nuk ka kthim mbrapa. Ka përpara vetëm një rrugë, një vdekje shumë të llatarshme. Ja u them shumë sinqerisht të punë. Këtë gjë. Prandaj kërkoj involvimin e parlamentit në një vendim të plotë, të qartë, që ashtu si kanë bërë parlamentet e vendet e tjera. Faleminderit. Faleminderit zoti Shehu, po gjithsesi